Banorët e Libanit Jugor, Izraelit Verior, Gazës dhe Kuvajtit ishin të gjithë në luftë këtë javë, pavarësisht armëpushimeve të rregulluara nga SBA, të cilat supozohet se janë fuqi në rajonet e tyre. Sulmet ajrore izraelite goditën Gazën dhe Libanin, e forcat izraelite ende të vendosura në mënyrë aktive në dy vendet. Raketa e Hezbollahut goditën Izraelin dhe sulmet iraniane goditën aeroportin ndërkombëtar të Kuvajtit. Ceasefires don't have to be long-lasting. Armëpushimet nuk duhet të jenë domosdoshmërisht afatgjata, armëpushimet duhet të jenë të përkohshme, ato duhet të çojnë në një zgjidhje të përhershme. Termi armëpushim do të thotë që shkaqjet rrënjësore të konfliktit nuk adresohen. Pra, si ky rast, të gjitha armëpushimet duhet të jenë të brishta, sipas përkufizimit, sepse thjesht kap zjarrin për të lejuar palëve të negociojnë një zgjidhje më të përhershme. To allow the sides to negotiate. Dhuna e vazhdueshme shtyu presidentin e SBA-s Donald Trump të komentonte të mërkurën se armëpushimet në linjën e mesme përfshinin një ndalim të plotë të luftimeve. 3 armëpushime që administrata e tij ka negociuar kishin për qëllim të kishin ndaluar luftën. Peace means that you resolve all the underlying. Paqja do të thotë që ju zgjidhni të gjitha çështjet themelore brenda konfliktit. Armëpushimi do të thotë që në këtë moment, në marrëdhëniet midis palëve armiqësore, ato vendosin që luftimet nuk u shërbejnë atyre, por nëse nuk lëvizin për t'u marrë me to, të gjitha armëpushimet, nga natyra, janë të destinuara të mbarojnë në një moment ose një tjetër. Ceasefire by nature. Por ndërsa luftimet e mëdha janë zvogëluar shumë, municionet ende po bien dhe njerëzit ende po vdesin. Shtetet e Bashkuara ndërmjetësuan një armëpushim midis Izraelit dhe Hamasit më 10 tetor 2025, duke dhënë fund luftës së madhe. Marrëveshja e armëpushimit përfshin ndalimin e të gjithë luftimeve, lirimin e të gjithë pengjeve të mbetura nga Hamasi në Gaza, lirimin e të burgosëve palestinez nga Izraeli, një tërheqje graduale të Izraelit, rritjen e ndihmës dhe hapjen e kalimit të Egjipt. The way that the United States is perceived as mediator. Mënyra se si Shtetet e Bashkuara perceptohen si ndërmjetës rrjedh nga mënyra se si shihen në përgjithësi, dhe padyshim ato shihen si ndërmjetës të ndershëm. Ata gjithmonë shihen si mbështetës të Izraelit, për arsye të mira, ata shihen kështu, nuk janë nga hiçi. Reason they'll say it like this. Një plan i Trump për ndërtuar armëpushimin kishte për qëllim të përfshinte marrëveshje për çarmatosin e Hamasit, një qeveri të re në Gazë pa përfshirjen e grupit, rindërtimin e Gazës dhe një tërheqje të plot izraelite. Megjithatë, ndërsa të gjithë pengjet u liruan, sasia e ndihmës që arrin në Gazë nuk është rritur ndjeshëm. Hamasi nuk ka rënë dakord të çarmatoset. Rindërtimi nuk ka filluar dhe Izraeli ka zgjeruar kontrollin e tij mbi territorin. Sulmet ajrore izraelite në Gazë kanë vazhduar, duke vrarë më shumë se 900 palestinezë, që nga armëpushimi përfshirë edhe 9 viktima të njëjtën e 4 qershorit. Sulmet sporadike të militantëve palestinezë kanë vrarë ushtar izraelit në Gazë. I think in Gaza it seems that it's been forgotten. Mendoj se në Gaza, duket se SBA-ja është harruar, Donald Trump u zhvendos, Shtetet e Bashkuara u zhvendosën diku tjetër. Në rastin e Libanit, është një çështje për Shtetet e Bashkuara që ta zgjidhin çështjen me Iranin, dhe duke qenë se Irani nuk kërkon armëpushim në Liban, më duket se administrata Trump nuk do të kishte qenë interesuar nëse Izraeli do të vazhdonte bombardimet dhe do t'i linte ata të merreshin me të. Nuk është një arenë me interes të madh për SBA-n. Ajo që e bën interesante për SBA-n është kërkesa e Iranit, sepse kjo është çështja kryesore. Is the demand by Iran because this Pas luftimeve në vitin 2024, një armëpushim midis Izraelit dhe Hezbollahut të Libanit, të mbështetur nga Irani, u zbatua vetëm pjesërisht me të dyja palët që akuzonin një tjetrën për shkelje. Lufta e hapur filloi përsëri në mars pas shpërthimit të luftës kundër Iranit me Hezbollahun që qelloi në Izrael dhe forcat izraelite që pushtuan pjesën e Libanit Jugor dhe goditën zona të tjera me sulme ajrore. Trump njoftoi një armëpushim 10 ditor në Liban më 16 prill, pas kontakteve të rralla midis përfaqësuesve të qeverisë izraelite dhe libaneze. Luftimet tashmë pra vazhdojnë në jug, por Izraeli kryesisht u përmbajt nga sulmet ndaj Beirutit. Që nga 16 prilli, sulmet izraelite kanë vrarë qindra njerëz, duke çuar numrin total të viktimave në më shumë se 3500 që nga 2 marsi, sipas autoriteteve libaneze, të dhënat e cilave nuk bëjnë dallim midis civilëve dhe luftarëve. Izraeli thotë se 26 ushtarë të tij dhe 4 civilë janë vrarë në sulmet e Hezbollahut që nga marsi. Irani dëshiron që një armëpushim në Liban të jetë pjesë e çdo marrëveshje për të dhënë fund luftës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin dhe për të rihapur ngushticën e Hormuzit. Të mërkurën Trump njoftoi se Libani dhe Izraeli kishin qenë dakord të zbatonin një armëpushim të ri me kushte Hezbollahu të largohej nga zonat jugore. Izraeli thotë se ende mund të kryejë operacione ushtarake pavarësisht armëpushimit dhe Hezbollahu e ka refuzuar armëpushimin. terms in the United States made it urgent for President Trump to
to reach a ceasefire. Mainly Zgjedhja e ardhshme të mesit të mandatit në Shtetet Bashkuara e bën urgjente që presidenti Trump të arrinte një armpushim, kryesisht me Iranin. Kjo po hap ngushticën e Hormuzit, sepse po ndikon në kostën e jetesës në Shtetet Bashkuara, po shkaktonte ndosje në marrëdhëniet me aleatët. Ne i shohim kritikat në Shtetet Bashkuara për luftën në Iran. Presidenti Trump nuk u zgjodh për të shkuar në luftë. Ai supozohej të ishte presidenti që i zgjidh të gjitha luftrat brenda natës. Dhe Shtetet e Bashkuara e gjetën veten thellësisht të përfshirë në luftrat e lindjes së mesme që nuk fitohen. deeply involved in Middle East wars that you don't win. SBA dhe Izraeli sulmuan Iranin me 28 shkurt, duke kërkuar të shkatronin programit e tij bërthamore dhe të raketave balistike. Të dyja vendet shprehin një shpresë se sistemi teokratik në pushtet do të përmbysej. Kjo pasoi një luftë 12 ditore vitin e kaluar në të cilin Izraeli, të cilit më vonë ju bashkuan Shtetet e Bashkuara, goditën shumë nga objektet bërthamore të Iranit dhe udhëheqësit ushtarak. Pavarësisht se shumë nga figurat e lartë të Iranit u vranë, ai ka arritur të mbyllë ngushticën e Hormuzit, duke mbytur eksportet e energjisë të Gjirit Persik dhe duke goditur ekonominë globale. Shtetet e Bashkuara njoftuan një armpushim me Iranin në fillim të prillit, me bisedime që do të pasojnë pa një fund përhershëm të armiqësive, rihapjen e Hormuzit, fundin e një bllokade amerikane ndaj porteve iraniane dhe një rrugë drejt negociatave mbi programin bërthamor të Iranit. Megjithatë, pavarësisht raundeve të përsëritura të bisedimeve indirekte të ndërmjetësuar nga Pakistani dhe Katari, ende nuk ka pasur një marrëveshje më të plotë. The Middle East security architecture need to change. Mendoj se arkitektura e sigurisë në lindjen e mesme duhet të ndryshojë. Mendoj se një nga gjërat në Gjirin Persik që ndikon shumë te kombet është surpriza që Irani i sulmoi. Ata nuk ishin pas luftës, ishin Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara. Ata nuk e mbështetën ata, nuk e inkurajuan, nuk ishin pjesë e operacioneve ushtarake nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, dhe ishin në anën që të priste. Pra, duhet të ketë një ripërcaktim të arkitekturës së sigurisë. Së pari, të merrem me iranianët, se në këtë situatë, nëse kërkonin sauditët, ata kanë marrëveshjen me Pekinin, vetëm 2 vjet më parë nënshkruan me Iranin, dhe Irani e shkeli plotësisht atë duke sulmuar Arabinë Saudite, duke sulmuar Emiratet Bashkuara Arabe, Bahreinin dhe të tjerët. Gjëja tjetër është të mendosh, nëse marrëdhëniet e ngushta mes SBA-ve dhe Izraelit i shërbejnë sigurisë së tyre, apo i bëjnë ata më të prekshëm. Pra, dua të them, nuk ka përgjigje të lehta për këto, por përsëri, ndoshta përgjigjja është se arkitektura e sigurisë mund të vijë para së gjithash nga rajoni, sesa të mbështetet te dikush jashtë. First and foremost come from the region than relying on anyone outside. Një marrëveshje ka të ngjartë i shtyr negociatat mbi çështjen bërthamore në një fazë më vonshme. Ndërkohë palët kanë shkëmbyer zjarr vazhdimisht, me Iranin që sulmon gjithashtu Shtetet e Gjirit, përfshirë dhe Kuvajtin. Të 3 marrëveshjet kanë ngecur në fazën e tyre të parë, me marrëveshjet e përkohshme që kanë dështuar të çojnë drejt arpushimeve më të qëndrueshme. Në secilin rast, palët ndërluftuese nuk kanë qenë gatshme të pranojnë ndryshime të dhimbshme të kërkuara për të kaluar përtej fazës së parë të arpushimeve kalimtare. Ndonjëherë ato janë drejtuar drejt veprimeve ushtarake për të provuar të avancojnë qëllimet që u detyruan të linin më njanë kur ura dakord për arpushimet ose për testuar kufijtë e marrëveshjeve.